Tani në studio e kemi këngëtarën gjithmonë e buzëqeshurje, është Elmedina Ramushe. Dashur, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Si je sot? Mirë. Si po ndihesh? Shumë mirë po ndihem. Pak emocion, secili që po vjen po e ngacmojmë për këto emocionet. Po, pak emocione, jo shumë. Sa mirë që je pjesë e festivalit këngës. Po, edhe për mua është kogja kënaqësi, edhe kogja kështu një farë privilegje për më qenë pjesë e festivalit të këngës. Sidomos me pjesën e orkestrës që kemi performu, që ajo u konë edhe është për mua kogja privilegje. Për ty e vetë pjesëmarrje në festival, sa është rëndësishme, sepse gjithmonë është edicioni i tretë, po neve themi që festivalet hapin rrugë të reja, sidomos për brezet e ri si këngëtar. Unë nuk kem shumë të menu të ardhmen, po thjesht jam fokusu se sa mirë ka me dalë. Bravo, po është janë momente e festivalit. Po, sa mirë do të dalë të pjesa e festivalit, për arsye që kom nisë me prova, kom nisë me koreografi, me po qysh po dalin. Po për momentin është fokusi shumë të pjesa e praktikës, edhe qëllimi është veç me dalë sa më mirë që është e mundshme, edhe me jep mesazhin që është i nevojshëm. Kënga titullohet Apo më sheh. Po. E ti mua po më sheh. Ku ju ke drejtu me këtë? Me këtë. Kjo është Po pëlqej ka titulli. Një përdorim shpesh. Këngë pak prej kësaj, është për secili prej nesh kemi humbur dikë. Edhe gjithmonë është ajo ideja që unë që jem të i bo që të sanët krejt, kisha pas shumë dëshirë për shumë me më pa që kjo person që po mungon te për shumë. Edhe më ndej që kjo këngë u konë ma shpejta që kom bo ndë njëherë për 30 minuta dhe u konë shumë e ndjeshme. E kë humbe ti? Babajnë. Mos kur? Jo, është më te, në 2014. Inshallah ti e kish netën e kujton atë. Po. Ama u konë thjesht një paka shumë mesazh është për engjëj që janë në qiell. Edhe që po na shikojnë nga lart. Edhe na po procesi. E kemi kuriozitetin që po na shohin. Po, procesi i punës aq interesant ka qenë, emocional, pak i vështirë, apo realizon apo e nxjerr atë që ti po e don sakt me nxjerr. Interesant që më tha për 30, që na tha për 30 minuta, sepse ti, Po e kom vrejt mahi këngë të tjera që kom arrit më ka marrë 2-3 muaj ose një vjet derisa e kom nxjerr në diçka, po kjo po besoj e kom vrejt domethënë prej eksperiencës që kur e ki të ndjeshme edhe shumë ki qef për shembull, edhe i ki do dëshira të pa mundura, besoj u konë shumë e letë për mu me qitë që ato çka kom dashur. E dëgjuam edhe mesazhin e këngës, kujt ju drejtohet ose nga kush kërkohet për me të pa, ku që ka ndihmuar të tjerë në realizimin e kësaj këngë. Pyetje shumë e mirë. Urim Ali që u konë, se kënga është veç me kitar, urimi u konë njëri prej personave që e kom di që kam kuptu në mënyrën që shumë po du me paraqit këngën. Kënga është këgja ritmike, është që t'jep një lloj ndjesi e gëzimi, për të njëjtën kohë teksti është paksa i ndjeshëm, po të kujton humbjen, po ju mundu që me qëto dy forma melodike edhe pak me tekstin pak të ndjeshëm me e bon me një lloj harmonie që ka dalë këgja mirë. E dashur ti je rem, ti ke vesh 25 vjeç, kështu që e ke karrierën përpara, po sa mirë që ti morë vendim me qenë pjesë e këtij festivali, dhe sa mirë që në mesin e gjitha tyre që kanë qenë, është selektu kënga jote prej juris fillim që ka qenë, se tash është juri tjetër në festival që ti do ta shohësh që do të këndosh para tyre, para publikut, edhe para publikut, para ekranit që e kemi. Sot e ke provën e parë me orkestër, në orën 13:30, po më duket mos gaboj. Se gjithë të tjerët edhe ti sot do ta kesh provën e parë me dëgju se si po tingëllon me orkestër kënga që ti më nxi po pras me thon drejtën që pjesën në orkestër shumë kom pas qef njëherë me po se kom ditë që vjen që ka shpejt edhe dita shumë shpejt vjen edhe data 6, 7, 8 shumë shpejt edhe kemi me qenë bashkë aty unë kam e prezentu post festivalin po në që pas përfundon festivali në ekran kam e qenë unë ndoshta do të vini edhe aty pastaj natën e tretë fundit si shkon ajo po m'duket Niki si vjet kemi pak më ndryshe kemi edhe
pas mbrëmjes së parë, një post festival ose gjatë ditës, në prag të mbrëmjes së parë, në prag të mbrëmjes së dytë, po më pastaj do kemi edhe post festivalin, por që do ta shtojmë pak më vonë si vjetë në bazë të dhënave që kemi deri tani dhe në cilësinë e organizatorëve të kryesorë të festivalit, sepse me datë 9 kemi këtë balotazhin për komunën, po pastaj pas një kohë do kemi post festivalin, po prapë Nora do të jetë aty, s'ka çfarë. Po nuk jam dakord aty. Apo na këndon pak këngën. Pak se këngën po do të dëgjoni tek festivali i këngës. Kemi të drejtë një strofë, një refren të këngës 2-3, Mendo çka po na këndon, po na përshëndet, prit po na shkruajnë me +49 Gjermania. Po. 949 po. Jam duke ju dëgju vetëm me telefon, thot. As emër s'ka lënë, as ndaj përshëndetje. Përshëndetje për juve në studio dhe gjithë dëgjuesit, mendoj se këngëtari është Jusuf Gërvalla. Ja. Kështu thot. Jo, po ta ikom këtë dyshim. Mendova që kam na interpretues lën pjesë. Po, refrenin. Mirë. Me fillua, po. Po fillojmë. Hapëm shekurën po knoj, hapëm shekurën fitoj, hapëm shekurën të menoj ty. Bravo. Ka që shkurt. Shkurt se kaq është. Nuk guxojmë më tepër, nuk guxojmë më tepër. Vetëm tepërohet më pas. Domethënë ti po pret thjesht po don me shiu momentin e festivalit. Më u prezantu. Po sigurisht. Me rësi pjesëmarrja, të ndodh çka të ndodh. Po sigurisht me jop edhe më të mirën, me shku me vetën ta më të mirë. Jo, s'ka vetëm pjesëmarrë, duan çmimin e parë, dalin se cili ka çmimi, po me rëndësi të marrin pjesë një herë. Po, sigurisht, unë e komenu që sa nuk është ideja për shembull me fitu me patjetër. Po thjesht ideja është që me jep çat mesazhin edhe sa mirë po dalë edhe çfarë energjie po përçejtet njerëz, ajo është gjoja kryesore e jamja. Edhe më prezantu kënga jote, është një promovim goxha i mirë, kur interesi i publikut është shumë i madh për me pa festivalin e këngës. Niki, El Medina i ka edhe një 4 këngë të tjera. Po. Ne do të dëgjojmë një në ndërkohë, kur ta përfundojmë bisedën, sepse kemi edhe të fturën tjetër para edicionit orës 13. Okej, po. Edhe ke marrë pjesë kështu në festivale, po që kanë qenë më të vogla. Po. Edhe përmes atij festivalit feminist që është, na kujtojmë. Femart. Edhe aty që ke qenë angazhuar, po mirë, ti ke përvojë para publikut, skenave të mëdha kështu me orkestra. Se ke problem. Këndimi live. Po, këndimi live, po pjesa me orkestër, sigurisht që përmes provave do arrihet. Arrihet, po gradualisht. A keni për çdo ditë prova, po m'duket tani ditë po në ditë si. Jo, kanë kanë çdo javë, 3 javë janë. Okej. Ti kanë provat. Tash me në javën e dytë, java 3 është java e ardhshme, më pastaj kanë ca prova gjenerale aty, në prag të festivalit. Mirë kishte më qenë me dëgjoj edhe njëra atë kolonën zanore, dëgjoj edhe ti se do të ma thuash çka po mendon, pse viti 1975 ti je shumë e re. Po, si dihet. Tash në herë ke dëgju. Ngritë pak, Ilien. Edhe nëse di, s'ke dhe drejt me fort. Ma kujtohen ato qaste me ty, bledha toje me plot s'ko. Sa bukur po të shumë e bukur. Zëri po pëlqen. Kthim në nostalgji, Për kë po mendon? Unë jam të një për hir të porsit këngë. Kështu që nuk kam ide. Nuk e di, po jam si mendim i parë pak si këngë të Rashid Krasniqit. Nuk e di na. Nuk e di. Jo se dini, okay. Në fund të themi ne. Ja pim përgjigjen e saktë. Okej. Kështu që po presim telefonata derisa të vjen ftuarat tjetër, Farok, derisa të vjen mysafirja tjetër, po tani, e dashur El Medina. Shumë një këngë të El Medinës apo s'kemi kohë? S'kemi kohë. Okej. El Medina do të gjeni në festival. Faleminderit shumë për dëgjimin. Kalofshit mirë.